Një postim i zakonshëm nga një klub futbolli italian ka arritur të rikthejë në vëmendje një nga historitë më të dhimbshme dhe më misterioze shqiptare. Pa shumë zhurmë, mes një njoftimi sportiv për zyrtarizimin e një lojtari të ri, u shfaq një fytyrë që për shumë njerëz mbetet ende e paharruar. Ishte fytyra e Bleona Matës, vajzës shqiptare që u zhduk pa lënë gjurmë dhe që prej vitesh mbetet një plagë e hapur për opinionin publik. AS Roma ka ndërmarrë një nismë humanitare të veçantë, duke përdorur ndikimin dhe fuqinë e saj globale për të mbështetur kërkimin e fëmijëve të zhdukur në mbar botën. Në postimin zyrtar për prezantimin e mbrojtësit të krahut të djathtë Zappacosta, klubi italian ka publikuar fotografi të disa fëmijëve që rezultojnë ende të humbur. Mes tyre, një vend të veçantë zë edhe rasti i Bleona Matës, duke e kthyer këtë postim sportiv në një mesazh të fortë sensibilizues. Fotoja e publikuar nuk është një imazh i rastësishëm. Bëhet fjalë për identikitin e realizuar disa muaj më parë nga emisioni pa gjurmë në Report TV, ku përmes teknologjisë së avancuar dhe ekspertizës ndërkombëtare është ndërtuar pamja e mundshme e Bleonës në moshën e adoleshencës. Një pamje që trondit, por njëkohësisht ndez shpresën se ajo mund të jetë ende gjallë, diku, duke jetuar një realitet krejt tjetër. Pamja e përditësuar e Bleona Matës është realizuar nga ekspert amerikan të specializuar në progresionin e moshës, të cilët kanë analizuar fotot e saj që nga momenti i zhdukjes më 22 maj të vitit 2010. Kjo foto ekskluzive u prezantua për herë të parë nga drejtori i CRCA për Shqipërinë, Altin Hazizaj, në bashkëpunim me emisionin Pa Gjurmë, duke treguar ndryshimet fizike që vajza mund të ketë pësuar gjatë rritjes deri në moshën që do të kishte sot. Në postimin e saj, Roma ka shkuar edhe një hap më tej, duke bashkëngjitur numrin e kontaktit të zyrës së klubit në kryeqytetin italian. Një thirrje e hapur për çdo qytetar që mund të ketë informacion, sa do të vogël, që të flasë dhe të ndihmojë. Një gest i fortë që tregon se futbolli nuk është vetëm sport, por edhe përgjegjësi sociale dhe njerëzore. Në profilin zyrtar të klubit Kryeqytetas në Twitter, përveç çështjes së Bleona Matës, janë publikuar edhe fotografitë e 2 shqiptarëve të tjerë të zhdukur në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo e kthen nismën e Romës në një apel ndërkombëtar, duke kapërcyer kufitë e sportit dhe duke u shndruar në një thirrje për ndërgjegjësim global. Një postim i vetëm ka mjaftuar për të rikthyer pyetje që prej vitesh mbeten pa përgjigje. Çfarë ndodhi realisht me Bleona Matën? A është ajo ende gjallë? Dhe a mund të jetë kjo nismë një hap më pranë së vërtetës? Historia e saj vazhdon të mbetet një mister, por shpresa se një ditë do të zbardhet ende nuk është shuar.